që shi keni marrë e-mailet e bonusave, atë në Brajolli, në fund të vitit, në bazë edhe të ekspertizës financiare që ka dalë, atë në Brajolli të këshin paku rreth 70.000 deri në 80.000 euro bonus. Me e-mailet cilat janë 2019-ës, pra nuk janë e-mailet cilat janë prodhu si arsyetin i kësaj lande. Në 2019 një marrë vesh për bonuse. E këto bonuse kanë pas më vonë në fund të vitit. Mas rikapitulimit gjithë gjendjes financiare edhe nxjerrjes fitimit edhe bazë saj kanë pas më llogarit bonuse. Çka ka këtu nuk do këtë dyshem, kur gjë heq. Vetëm se këtu del ma shumë në pak se prokurori special nuk ka pas prova. Edhe kur s'ka pas prova, u dash një kapas në njësaj njëllë. Që prokurori i shtetit është kap në atë që Fatën Brajolli ka premtu vojzës vet, këtij trupi gjykues edhe në fjalën përfundimtare, edhe gjatë propozimit për prova, i kemi sjell provat mjaftueshme me vërtetu që fillimisht një veturë e tipit e llojit çështa është blen nga gruaja Fatën Brajolli. Me kredi. Ajo veturë është shit. Edhe është blen një veturë tjetër më e lirë. Ajo veturë është shit. Dhe një ble 2 vetura shumë më të lira, e që ka rastis njëna për tyne me që nga një veturë, cilën prokurori special këtu e ka qytë super luksoze, 15.500 euro e ka pas çmimin, sipas mesazhet.